Sot është dita botërore e kursimit, por sa pagat dhe standardi në Maqedoni lejojnë të kursehet, mbetet një pikpyetje e madhe. Të kursejnë ndoshta munde vetëm ata që kanë të hyra më të mëdha, ose që kanë biznese private, ndërsa me një pak minimale prej 200 eurosh nuk mund të kursehet thonë qytetarët. Pastaj sipas tyre në këtë kohë krize e pa punë, asgjë mund të mendohet për të kursyer. Nuk ka parë për dajtë monësh. E në neve nuk na dalin njëse me dajtë monësh. Qatë rruka. Ne monim penzinë valitës. Ku dy i gjojmë, si s'ka, as punë, as njësat, ka dhe morim pare. Oni se s'kemi pare hiç jo për ndajt veç. Kemi punë, jo pare, punë s'ka. Pare të vinë me punë. Punë s'ka, gjithashtë të zhbëjmë. Nuk ka mund me hiç nuk unë në i pa punë, jo. Nuk ka mundësoj asë një farë. Dhe në shumica jam pa punë, si kur e shojnë një vetë, nuk dilën qash. Kush mendon se kene këto Maqedoni mund ndajmë pare të kursejnë brenda mujt? Vetëm ato se i vjedhit, qëtër kush, s'ka kush. Me këtë standard është vështirë të kursehet, diçka që situata ekonomike dihet e këtij vendi, me gjithë dalin njerëzit në qosh shukë, që janë me roga. Vështirë të kursehet. Sujën e pagujmë vakët, ujtim vakët, gjojët, sendet, kritë, i pagujmë, e në plus, një 50 euro vapim fëmive, të lujnë të kotitje, 8 milion rogën e morim, vetë të logarisin atë se sa mrejmë, sa bëjmë, qish bëjmë. Këtë ka kursehet asë njësa. Kush mendon në Maqedoni që mund të kursejë dikush, a kemi ashtu popullatën? Vetëm politikanët. Ne zbesoj. Nga ana tjetër, bankierët e Gostivarit thonë se vlera e kursimit apo depozitimit të klientëve të tyre ka pasur rritje, por parë në raport me vitet e kaluara, kjo rritje është e zbet, shpreh drejtori rajonal i Stopanska Bankës Besnik Ismaili. Është e vërtet që çdo vit shumë e kursimeve, shumë e depozitave rritet, shënon rritje në fakt, edhe pse ajo rritje është e ngadalshme në krahasim me vitet e kaluara. Këtu sigurisht që problemi kryesor është, siç potencova, kriza financiare, standardi jetësor dita ditës bie vazhdimisht, edhe qytetarët kanë shumë më pak para të lira të cilët mund t'i deponojnë në ndonjë bankë. Mirë po edhe përkundër asaj, gëzon fakti që rritet de facto në fakt rritet besimi tek qytetarët, edhe si rezultati i stabilitetit financiar të sistemit bankar, shumë e depoziteve, shumë e kursimeve nëpër banka shënon rritje permanente. Në rritjen e kursimit, sipas drejtorit Ismaili, mund të ketë ndikuar edhe ruajtja e parave në bank, për arsye sigurie. Rallkush nga qytetarët tani më ruan parat në shtëpi. Çdo ditë ndëgjojmë raste të vjedhjeve. Për siguri qytetarët vendosin parat t'i ruajnë në bank, shpreh Ismaili. Qytetarët ndjehen më të sigurt, po që mjetet e tyre i ruajnë nëpër banka sesa nëpër shtëpitë e tyre, për shkak se jemi dëshmitar që çdo ditë si rezultat i kësaj krize paraqiten edhe probleme të ndryshme, më thënë në kuptim të vjedhjeve të ndryshme, ashtu që qytetarët që më të sigurt ndjehen nëse mjetet e tyre janë nëpër bankat, të afarisë në institucionet bankare, sesa t'i ruajnë në shtëpi. Sigurisht që edhe kjo është një ndër arsyet të tjera. Kësaj dite tek ne kushtohet shumë pak rëndësi, ndryshe dita botërore e kursimit, e cila festohet si kujtimi i kongresit të parë ndërkombëtar të kursimeve të mbajtur në këtë ditë në vitin 1924 në Milano. Pjesëmarrësit në kongres janë dakorduar se kursimi është shumë i nevojshëm për zhvillimin e njerëzimit, si dhe për ringjalljen e luftës kundër shfrenimit. Ky vendim është miratuar nga ana e 350 delegatëve nga 27 vende, të cilat paraqisnin rreth 100 milion kursimor.